Bjeta Sullo tashmë prej vitesh vijon të jetë pjesë e ekranit, ndërsa fillimet e saj i ka patur si asistentja e bashkëshortit të saj Alban Dudushi. Një dashuri që filloi në studio televizive dhe përfundoi me martesë, është ajo e Bjetës dhe Albanit, të cilët tashmë janë prindër të një djali, ndërsa Albani nga martesa e parë ka edhe një vajzë, me të cilën është shumë i lidhur. Megjithatë, ajo që ka më shumë interes është jeta private e Bjetës, larg kamerave dhe shkëlqimit të skenës. Ajo ka një marrëdhënie shumë të mirë me vajzën e Albanit, ndërsa së fundmi ka vendosur të flasë edhe për vjerrin dhe vjerrën e saj. Moderatorja ka postuar një foto me vjerrin e saj në 80 vjetorin e tij. Edhe pse pak veta e din, babai i Alban Dudushit është shkrimtar, ndërkohë që Bjeta ka dalë buzëqeshur në krah të vjerrit, duke u shprehur se për një njeri me vlera si vjerri i saj është shumë e lehtë të shkruash dhe ke shumë për të thënë. Ai mund të marrë një mendim në çdo situatë të vështirë që kaloj, është shprehur Bjeta. E teksa në Shqipëri, shumë nuse i thërrasin vjerrës mami, Bjeta nuk mund t'i drejtohet mamit të Albanin me termin mami. Ajo ka thënë se ka të vështirë ta thërras kështu, por ka gjetur një tjetër zgjidhje. Unë mamit të Albanit i them nona, ashtu sikur se i thot edhe djali im i vogël, por ndonjëherë i them edhe mami i Albanit. Kjo është mënyra që kam zgjedhur t'i drejtohem dhe mendoj që kjo mund të jetë një zgjedhje e mirë edhe për nusët e tjera që nuk duan ta thërrasin vjerrën mami, u shpreh moderatorja.